Mirëmëngjesi për të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën në Info Plus në Star Plus Televizion. Sot kam kënaqësinë tek rubrika e të ftuarit të ditës të kemi një të ftuar tepër të veçantë dhe special. Është me mua Dom Dritan Doci. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, mirë se vjen. Faleminderit që pranove ftesën të jesh me mua këtë mëngjes. Faleminderit ju. Është gjithmonë kënaqësi edhe për mua. Dom, dua të flasim pak për festën e Zojës së Shkodrës. Po, festa e Zojës së Shkodrës që ishte të hanën e datës 20, është një festë e cila praktikisht është festë famullisë së Shkodrës, edhe unë nuk jam famullitar i Shkodrës, por gjithë ne jemi pjesë e saj, sepse është një festë që lutet me miq edhe ka rreth 2 shekuj, në mos gaboj që është si thosh zyrtare kjo festë për diocezën, por ka rrajnë qysh ka herë, qysh para pushtimit Osman, si devocion ndaj figurës nënës së Këshillit Mirë, dhe që njihet ndryshe si Zoja e Shkodrës, por posaçërisht në diocezë për famullinë e Shkodrës ka rreth 2 shekuj që është zyrtarizuar, lutet me procesion, me një solemnitet të madh, me mesha vigjiljes, mesha ditë, edhe procesionin në për rrugët e qytetit, që ka atë anën e vetë bukur, sepse si këtu bëhet edhe pranishme Zojës, si thosh edhe në këtë formë, me anë figurës e pranishme në për rrugët e qytetit. Sa është lutet me miq, sepse kështu janë festës së pajtorit, dhe është një mënyrë edhe për tregu afërsinë mes familjeve, fuqizojnë pra këto festa familjet, si thosh fuqizojnë konceptin e familjes, që edhe sot cënohet edhe prej shumë rrymullave të ndryshme. Është bukur në Shkodër këtë gjë e bën Zoja, që ka një devocion shumë të posaçëm ndaj saj. Quhet ndryshe edhe Zoja e Shkodrës, Shkodra Zojës, si thosh, sepse ndihen gjithmonë të mbrojtur prej saj. Por devocionin ndaj Zojës bekume është diçka që do të kishte merituar një emision tjetër, por shumë e bukur, shumë e thellë, sepse interesant se si Zoja arrin nana e Jezusit, pra, por ajo është vetëm njeri, por se si ka arrit të prekin zemrat e krishterëve, t'i shoqërojnë edhe me lutjen e saj për Parizit, por edhe me joshjen e figurës së saj, t'i shoqërojnë në ecjen e tyre në këtë botë, për të bashkuar me Zotin, pastaj në luminën e Parizit, por i shoqëron me një amëlsi që din veç ajo, Zoti ka dhënë këtë hir. Është bukur që në Shkodër bëhet e pranishme, fuqishëm kështu. Sa e presin shkodranët këtë festë, Dom? Natyrisht e presin si çdo festë famullijet. Festat e famullisë, thash, luten me miq edhe kërkojnë angazhim prej jo vetëm prej familjes që feston, që pret miq, por edhe prej miqve. Shkodranët e kanë lutë, sot e lusin prapë me devocion të thellë, por mund të imagjinojmë, thash, para 2 shekujsh, kur u fillu, si thosh, me procesione solemne, ende ishim në pushtimin Osman zyrtarisht, por duke si një formë paralajmëruese e lirisë që do të vinte pak më vonë, rreth 50 vite pasi kishte fillu kjo procesion, 1912 erdhi pavarësia, por thash mund ta imagjinojmë pak se sa ishte e dashur një gjë e tillë si një fitore, sepse në Shkodër nuk ishte shumë e kollajt. Gjithë katolik kanë heq keq që ta ruajnë fenë, por sidomos, ose gaboj, nuk jam historian, por besoj ato të Shkodrës që kanë qenë qytetin e Shkodrës të pranishëm, kanë pas presione ma direkte prej pushtuesve, ku nuk lejoj, për shembull i peshqvi, për shekuj nuk lejoj të ishte në diocezë të Shkodrës, me selin e tij, ishte famullitar një herë për shembull në Barbullosh, një herë në një vend tjetër, ishte selia e katedrales, ishte një herë në Barbullosh, një herë në ndonjë vend tjetër, për shembull në Shirsh rezulton ndonjëherë, por ardhja në Shkodër, pastaj edhe solemniteti i procesionit në rrugët e Shkodrës ishte një shenjë lirie, edhe këtu ndonjëherë Zoja i ka para princit edhe lirisë së kultit krishterëve katolikëve në Shkodër, sidomos por edhe në Shqipëri. Prandaj e presin edhe me devocion, dashamirësi të madhe. Në thjeshtësinë e saj, në pastërtinë e saj, kjo festë vërtet është shumë e dashur. Edhe besoj se nuk është thjesht simbolike, por sepse ka hir të veta. Në kuadër, më falni, në kuadër të kësaj feste u promovua dhe libri juaj. Si lindi dëshira të shkruani këtë libër? Po, libri që i kushtohet Shën Benediktit, edhe titulli Shën Benedikti nga Norça dhe bitet i shpirtëror,
lindi para 2 vitesh paka shumë si dëshirë edhe si nevojë, mund të themi, sepse isha duke bërë tezën e licencës në teologji shpirtërore në Rom, e aty duhet që të paraqitet një temë, të bëhet një tezë e licencës. E me atë rast, një ndër hipotezat, se kisha disa hipoteza që mendoja, por ishte edhe kjo, të studioja pak figurën Shën Benediktit, edhe për faktin se në Shqipëri e dije se ka pas Benediktin, sidomos në Shirës të Shkodrës, por zbulova se pas ka pas shumë vende. Praktikisht 44 abaci kam arrit të gjej dokumente për të ndoshta edhe më shumë. Abaci do të thotë abati, me pra e prori, i lartë, edhe gjithë muri që ishin edhe me dhjetra nga njëherë mushnin manastirin. Të njihja ma thellë, dija shumë pak për Shën Benediktin, e shumë ma pak për rolin e benediktinëve në Evropë edhe në Shqipëri, por të merresha me këtë studim ka qenë edhe një kënaqësi vete. Rreth 70% e librit që është sot është frut i tezës e licencës. Pastaj shtova edhe disa risi të reja që i mësova rrugës, edhe pjesën për Shqipërinë. Për do një kontribut tepër modest, nuk jam historian, por një kontribut tepër modest edhe për studiusit shqiptar. Shën Benedikti është shpallë pajtori i Europës. Pra kisha ka këto, si thush, mënyrat të porositur, si thush, edhe para Zotit të këtyre shajtërve në lumnin e Parridit që të mbrojnë edhe me lutjen e tyre një realitet caktuar. Shën Benedikti i kërkohet Evropa, por ata lutën për gjithë, por sidomos edhe Evropa, sepse në Evropa i ndikoi pastaj me rregullën, pra që shkroi për murgjit, e cila u bë në mënyrë provanore, si thosh për vullnet Zotit, edhe një formë me sistemu Evropën pas rambjes perandërisë romake. Shën Benedikti jetoi mes shekullit 5-6, Benediktin vonunën, por 2 shekuj ma vonë, paka shumë ata u bë një fuqi vërtet shumë i madhe në nivel evropian, me mbështetjen e Karlit të Madh, perandorit të famshëm të perandorisë romake të shenjtë, e perandorëve të tjerë pas Karlit të Madh, morën një forcë shumë madhe, vërtet të pa imagjinueshme. E u bën, si thosh, muroja e katolicizmit në Evropë e në përfshi dhe Shqipërinë, sepse ishin pak a shumë si gjithë Evropa në atë kohë, edhe mbrojtën edhe në Shqipëri, po them, sidomos katolicizmin. Prandaj ishte një surprizë e këndshme edhe për mua të njihja figurën Benediktit dhe bijtë e tij shpirtëror, domethënë Benediktin. Benedikti është një temë e trajtuar tashmë, por pse dhe për kë është shkruar veçanërisht ky libër? Në kuadrin e thash tezës së licencës që parashikonte pra edhe që trajton më shumë aspektin shpirtëror. Nga njëherë për Shën Benediktin bëhen tezat, doktoraturët, licencët për ndonjë frazë të rregullës që ka shkruaj. Kjo imi është thjesht një paraqitje e përgjithshme, në mënyrë që kush ta lexojnë të njohin një shenjtë më nga afër, një shenjtë që ka jetuar shumë ka herë. Pra, është e vështirë edhe të gjejmë informacione për atë kohë. Ka shkruar 50 vite pas vdekjes së tij, një Papa Gregori i Madh, ka shkruar për ta duke u bazuar në dëshminë e 4-5 vete që e kanë njohur direkt, por thash edhe rregulla që ka shkruar, por pastaj struktura që u kriju për shpirtërisë e tij u bën shumë e devotshme, shumë efikase. Thash është shkruar për të lënë një hartë, një biografi të modeste për njohjen e Shën Benediktit, për këtë dëshirën ta njohin paktën në vjet të trasha, dhe një hartë edhe kjo në vjet të trasha të përhapjes ndikimit tij në Evropë, pastaj edhe në gjithë botën perëndimore kur u zbulu Amerika, gjithë vendet tjera ku u nxjerrë më vonë. Mund të na tregosh më shumë si shfaqet shenjtëria tek Benedikti? Tek Benedikti shfaqet natyrisht është në fëmijërinë e tij, ai në moshë të njohur, ai ka edhe një motër, shenjtja skolastika, dhe ajo njihet si shenjtëre shumë interesante, megjithëse dihet shumë pak për ta. Edhe këtu Papa Gregori që citova e përmend pak praninë e saj për krah Benediktit, edhe në disa pjesë paraqet edhe si më të fortë në fe se vetë Benedikti. Por ai filloi një fëmijëri normale, si gjithë fëmijët e moshës së tij në kohën e tij, shkon me studiu në Rom kur ishte 17 vjeç, i ati e dërgon me idenë që të
fillojnë një karrierë akademike, nuk dihet tamam se çka ka studiuar, nuk është sot ndoshta tema përse i përket anës juridike, sepse rregullat që ai shkroi tregon një farë kompetencet, por nuk qëndroi shumë në Rom, vetëm një vit 2 ndoshta maksimumi. Papa Gregori që tregon historinë e tij, sa po vuri këmbën e tërhoqi fill, sepse pa ushthurin e bashkëmoshatarëve të tij. Por ndoshta formimi që ishte marrë në fëmijëri ishte rrit pa nanën, në fakt vetëm me babën. Nana kishte nënë shumë të vogël. Edhe formimi që kishte marrë në fëmijëri kishte kriju një strukturë karakterit në fe që nuk pranonte kompromise kur bëhej fjalë për fen. E kjo do të ishte një aspekt konstant në jetën e tij. Largohet e shkon në Subiaco. Subiaco është rreth 70 km larg Romës, unë kam qenë atje. Shpella Shenjtë i thonë, kanë bërë një manastir në shekullin e 11, shumë të bukur. Dhe aty është një shpellë që thu si ka jetu këtu, është një pyll, një zonë malore, por pyll shumë i dendur edhe sot. Dhe ai jeton për rreth 3 vite, ndoshta edhe më shumë, në vetmi impresionuese. Ndokush i çonte ushqim, aty filloi të dalin si padashje nga vetmia, duke i dhënë mësime fetare disa njerëzve aty në zonë, e u bë një figurë që jo shtetuar më. Themeloi pak nga pak manastiret, sepse i kërkonin t'i drejton, derisa u spostu nga Subiaco në Monte Cassino, edhe ky rreth 100 km larg Romës, dhe aty themeloi manastirin e tij të famshëm. Pastaj që u bë edhe burimi për përhapjen e shumë qelizave të tjera. Manastiret në perëndim praktikisht do të përhapeshin duke filluar nga Monte Cassino, edhe Benedikti kështu u bë themeluesi i jetës murgjërore në perëndim në shekullin e 6, sepse në shekullin e 4 kishte filluar në lindje sidomos me Shën Bazilin. Edhe përpara, por sidomos me Shën Bazilin. Në lindje do duheshin rreth 2 shekuj ishte situata në perëndim, do duhet rreth 2 shekuj, ishte situata e tillë politike, shoqërore. Shën Benedikti ndikoi. Thash, kjo është jeta e tij. Vdiq rreth mosës 70 vjeçare dhe pastaj fama e tij filloi të përhapej, edhe pse me shumë vështirësi të kohës, filloi të përhapej si njeri jo vetëm mrekulli ban, sepse bante mrekulli, tregon, kam paraqitur edhe aty disa episode edhe ngjarje të vdekurit, për shembull, shërime po lexonte nganjëherë ndërgjegjet e tjerëve, por gjithë në një prizëm mi fuqizuan fe, mi korrigju si duhet me dashamirësi. Djalli e tundonte, thot Shën Gregori i Madh Papa, gjithmonë me hirin e Zotit shmangte dhe djalli dilte i imposhtur. Temat që i ndeshim në jetën tonë, pra, të mos kesh kompromise me të keqen, të ngulesh kam edhe kur jeta është e vështirë, të largohesh nganjëherë edhe fizikisht nga ambientet që duket se të ndotin idealet tuaja të pastra, të luftosh me djallin, pa e të pru, por pak duhet ta kemi parasysh, e sidomos të kemi shpresë në Zotin, se ai na shoqëron. Derisa të kemi jetë në mënyrë që të gëzojmë edhe lumnin e Parizit, por shenjtrit gjithmonë janë aktual, në këtë formë, janë aktual për ata që kanë fe. Për ata që nuk duan ta njohin edhe aspektin fetar, normal që dalin si figura që nuk kuptohen edhe aq shumë. Por kjo është misteri i çdo shenjti. Jo është ata që kanë fen, shtrën pyetje, ndoshta edhe turbulluese për ata që nuk e kanë, por nganjëherë bëhen edhe si të thuash shkaku për të ndihmuar të bëjë një ecje fejet. Në trajtimin e figurës së Shën Benediktit, a mjaftojnë vetëm faktet historike për të afruar me lexuesit apo duhen edhe elemente të tjera? Faktet historike janë baza, sepse sikur mos kishte ekzistuar, është e kohë të bash një volumtim, por ka pas tentativa që të thonë që nuk ka ekzistuar Shën Benedikti. Unë besoj se këto tentativa nuk kanë kursyer as Mojsiu në besimin e vjetë, as Abrahamin, që kanë jetuar shumë ka herë, pra Mojsiu rreth 12 shekuj para Krishtit, Abrahami 18 shekuj, 19 para Krishtit, pra Shën Benedikti thashën shekullin e 6 pas Krishtit. E nuk kanë kursyer këto tentativa as vetë Krishtin, pra nuk ka ekzistuar. Më mba në menu se personalitetet që nga njëherë lëshojnë shumë dritë kanë këtë fat, besdisin me pranin e tyre, sepse të bajnë me një luftë të brendshme, edhe nga njëherë lufta është reale, Benedikti e ka përjetu vetë, por edhe shumë shenjtë të tjerë.
por duhet bëhet kjo luftë, për nëse nuk kemi kurrë njerëz, luftë për qenë njeri, ka thënë na kush, luftë për qenë krishterë. Pa e tepruar mendimin e Zotit, jo për të pas frikë, por thash nganjëherë pse u ndala këtu, sepse tentativa për të thënë nuk ka ekzistuar është. Por sot është ka përqyet kjo tentativë nga gjithë studiusit. Nuk mjafton ana fakti historik, për arsye se për ta njohur pastaj duhen edhe element tjera, feja, perceptimi i vlerave që ai përçon, për ta kuptuar pastaj edhe çdo detaj. Për shembull mrekullit, thonë jo, s'ka mundësi se Papa Gregori shkruan shumë mrekullit, njeriu i fesë, sot mrekullit ndodhin, pse s'kan ndodhur atëherë. Është vështirë të dokumentohen disa, pra njeriu i fesë, pra duhet edhe elementi i fesë, nuk mjafton vetëm ana shkrimi që e kemi, shkrimi e Papa Gregori. Për të kuptuar rëndësinë e heshtjes në lutje, rëndësinë e punës, sepse Shën Benedikti do t'i bajnë me punu fretit e tyre, murgjit e vet. Shumë. Pra për ta kuptuar për shpirtrin që ka pas, duhet ta kemi ne vetë sot për shpirtrin, për t'i kuptuar madhësinë që është gjithmonë aktuale. Çfarë të veçantë ka Shën Benedikti nga shendrit e tjerë? Veçantë, unë besoj se i veçantë ishte për faktin se nuk donte të ishte i veçantë. Në shekullin e 6, thash, jeta mërgërore ishte strukturuar mirë, paka shumë në lindje, sepse aty vinin teolog të mbaj. Por Benedikti i merr, i shoshit mirë, heq disa rregulla, kishte tentuar dhe na kushtjetër në perëndim, para tij me sukses deri diku, po jo kaq. Edhe Benedikti krijon ekuilibra interesante, do të thonë, nuk duket kur e lexon rregullën, nuk duket ndonjë wow e veçantë. Por pikërisht se nuk ishte shumë i veçantë, pra kishte rujt traditën që i paraprinte në një formë me ekuilibra shumë interesant, pjekuria, që tregon kjo e bani të joshin më shumë. Sepse është e vërtet kur përpiqemi të jemi shumë protagonist nganjëherë e shkatrojmë vetë vëmendjen e tjerëve, e humbasim edhe më shumë. Kur përpiqemi të jemi edhe besnik ndaj një bagazhi vlerash, atëherë njerëzit e kuptojnë se ti ke arsye të jesh i besueshëm. Dom, sipas jush, ku mund të gjejë shoqëria jonë shpresën? Tek Shën Benedikti apo tek inteligjenca artificiale, që po përqendrohemi shumë kohët e sotme? Po, Shën Benedikti patjetër përfaqëson edhe ushtrinë e madhe të Benediktinëve që lindi pastaj si frazë e famshme ajo ora et labora, pra ora lutu edhe puno. Ora et labora et legge, thot në kushtita, edhe lexo, sepse ai do të i bajnë me lexu murgjit e tij shumë edhe të shkruajnë gjitha tekstet e antikitetit, duke na shpëtuar sot ne, vetëm Benedikti kanë bë, shumë tekstet e antikitetit, e kanë fjalën të helenizmit edhe të Romës, por thash, njeriu të ndalet tek përshpirtëria, tek leximi, tek lutja, tek puna, do t'i bëjnë punu, thash edhe më sipër. Inteligjenca artificiale është shumë e bukur, ai që e ka shpikë është i gjeni, por nëse ne nuk e filtrojmë nëpërmjet një originalitetit tonë, atëherë bëhemi ne vetë njerëz artificial. Edhe është shumë e dëmshme, sepse na manipulojnë ato që e kanë shpik inteligjencën artificiale. Është shumë gjë e bukur, nuk bjen poshtë, por nuk duhet mashtrojmë, asu se është shpikja më e madhe që mund të kishte nuk. Mjafton të imagjinoj, kur është shpik, për shembull, kur është zbulu valët e radios, është shpik radioja, e imagjinojmë edhe e dim se njerëzit mund të kenë thënë, s'ka kush kanë më shumë. Kush e di që do të dalim mas 100 vjeç. Kështu është, sepse ai që i shpik është më inteligjent se shpiki, se ajo që krijon pra, normal. Edhe, por rreziku është që kur bjen në duart e ideologjive të gabuara e politikanëve, atëherë mund të manipulojnë ndërgjegjet e më pak inteligjentëve, por janë njerëz që kërkojnë ndërshmërinë në jetë, por mund të manipulojnë. Këtu unë besoj se është nevoja për meditim, për lutje, për maturi, edhe për të kapë mas fjalës së Zotit, se ka urtinë e vet, që na ndihmon të jemi original. Këtë e bën vetëm shpirti i Zotit. Thoshte Shën Karlo Akutis që është shpall shenjt këtë vit, një shenjt 15 vjeçar, shumë interesant, nana ti jeton edhe jep dëshminë gjithë botën. Thoshte 15 vjeçar për ka vdek, thoshte të gjithë lindim original, por shumë vdesin si fotokopje. Nëse nuk dim të hym kontakt edhe me botën shpirtërore, që gjithë e kemi, askush nuk mund të thonë nuk e kam, paktën disa pika të forta i ka, atëherën
rrezikon të manipulohet për inteligjencës artificiale, shumë shpikjeve tjera, por është shumë e bukur, por më i bukur është njeriu që din ta menaxhojnë edhe këtë pasuri të kohës së sotme. Dom, në planet tuaja për të ardhmen, a keni një libër tjetër? Po, në fakt është në furrë, që të thush, por zigja kur do dalin libri që do të flasin ma gjanë, pastaj vetëm për abatësit benediktine në Shqipëri, që thash kanë qenë shumë. Edhe për rreth nga shekulli 9, sidomos, deri në shekullin e 16, ato kanë qenë forcë shumë e madhe. Praktikisht Abati ishte personalitet dashje pa dashje, që ndikon të jetën politike. Në Abat të Shalës është një fshat që s'ka rënoja, as rënoja s'ka, por ka emrin Abat, sepse vendi ku rrin Abati. Oboti i Shkodrës, por në Orosh, abatësia Oroshit, fantastike, ku edhe pasi ku Abati aty i peshqvi quaj Abat. E shumë herë në relacionet ma vonshme, edhe një shekull, 2 shekull ma vonë, për i ftit i thoshin Abat, pra kishte lanë një gjurmë të madhe. Prandaj do të jetë diçka që kërkon pak punë, sepse shpresoj të mos gaboj shumë, sepse nuk jam historian, por do të mundohem të grumulloj materiale që shërbejnë që historian pastaj të bëjnë hulumtim më të mirë. Por thash për abatësitë benediktine është në furrë diçka, por shohim se kur po del. Domtorit po largohen shumë nga libri, po i afrohen shumë teknologjisë. Dua së fundmi një thirrje nga ti për të gjithë të rinjt që se afrohen me librin edhe ta kenë pjesë të jetës së tyre. Po, besoj se libri do të kthehet përsëri tek njerëzit, tek të rinjt, sepse nuk është e keqe, thash edhe masi për inteligjencë artificiale dhe këto mjetet e komunikimit janë shumë të mira dhe unë i përdori normal sepse të ndihmojnë të shkurtojnë distanca, kohë e gjitha. Por besoj se e venëri, unë kisha ftu veç këtë gjatë të shohin, të bajnë një shqyrtim në ndërgjegjen e tyre, jo vetëm të rinjtë, se ka dhe shumë të rritën që harxojnë kohën tepër, por pa frut, duke rrshit video dhe gjitha, por të shohin çfarë frutit të brendshëm korrin, kur kalojnë 2 orë duke kalu video që nuk kanë as lidhje nganjëherë me njëra tjetrën. Shumë mirë, ka atë anën e vetë informative edhe dëfryse pak, por e çfarë frutit korrin kur kalojnë 2 orë edhe duke lexuar. Unë besoj se kombinon në mënyrë interesante edhe me natyrën tonë, ku mendja ka kohë të fantazojë, s'ka nevojë për imazhin sepse e krijon vetë, edhe ndoshta mashnajtshëm i bën mirë, edhe ka kohë të përpunoj, të seleksionoj. Aty ndoshta nuk e ke kohën, sepse të ofron vrushëm imazhet edhe informacionet. Prandaj them se duke qenë se kombinon më shumë me natyrën e njeriu do të vinë vetë libri tek të rinjtë, tek njerëzit. Të falenderoj që ishe me mua këtë mëngjes. Unë ju falenderoj ju shumë. Ishte një kënaqësi e veçantë për mua. Suksese në misionin tuaj. Faleminderit, suksese edhe ju dhe të jesh gjithmonë i mirëpritur edhe kur libri tjetër të vi sa më shpejt, shpresoj. Shumë faleminderit. Faleminderit ty. Faleminderit dhe të gjithëve ju që na keni ndjekur deri në këto momente në Info Plus. Takimi rradhës nesër.